Nga përsëritja e zgjedhjeve lokale në 4 komuna në ndajnë eksaktësisht edhe 1 muaj. Ndërkohë partitë politike tashmë kanë bërë të njohur emrat me të cilët do të kandidojnë. Disa prej tyre edhe janë zyrtarizuar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve. Për të gjitha zhvillimet politike, përfshirë edhe zgjedhjet lokale dhe përsëritjen e tyre në këto 4 komuna, do të flasim sot në intervistën e ditës. Me mua në studio është njohësi i zhvillimeve politike, zoti Qenan Aliu. Zoti Aliu, mirë se erdhët në Alsat. Mirë se u gjeta, faleminderit. Vlen bëri të ditur se kandidon Nevzat Bejtën për komunën e Gostivarit. Mund të them që ishte një informacion i papritur, si e shihni ju rikthimin e zotit Bejta në skenën politike, konkretisht në komunën e Gostivarit? Po tani, Gostivari si duket është bërë qytet popullor nga gjitha ajo edhe zgjedhjet paraprake që kanë ndodhur në Gostivar, pa edhe këta të fundit, kandidatura e zotit Nevzat Bejta më lën të kuptoj se si duket Vleni ka mungesë të strukturimit në atë territor të asaj komune dhe rrethine dhe nuk mendoj se ka ndonjë ideal të madh për rikthimin e zotit Bejta në skenë për mandatin e tretë, kjo i bie të kandidimit si duket të tij. Megjithatë, më duhet të them, sepse njihem me zotin Bejta, është një njeri i mirë sipas gjykimit tim, është një menaxhues i mirë, megjithatë ai gjykoi se kësaj fushate do t'i jep energji pozitive, sepse ka retorik akrobate, do t'jetë tërheqës, nuk do t'a tensionoj fushatën, sepse unë kam përshtypjen se nga karakteri është i tillë. Megjithatë, çdo kohë i ka dhe njerëzit e vet. Nuk mendoj personalisht se kjo kohë është për zotin Bejta. Andaj mendoj se me që çdo kohë i ka njerëzit e vet, atëherë Valboni është vala që po vjen në Gostivar. Sepse ishte kandidati i cili pati një diskrepancë galopante në krahasim me kundër kandidatin e tij në zgjedhjet në rrethin e parë që u mbajtën, e në të cilën për shkak të cenzusit për 21 vot nuk u arrit që ai të jetë fitues. Do të jemi miopolitik dhe nënvlerësues të inteligjencës kolektive të qytetarëve të Gostivarit dhe të gjykojmë se gjithë ata votues në numër që votuan për atë kandidat të mund të ndrojnë mendën vetëm për 2 muaj. Andaj, por është e drejtë, dua të them sepse në Gostivar pati një hile, një padrejtësi në aspektin e shkeljes së ligjit nga ana e qeverisë. Kjo temë veshmë është e zauruar dhe andaj do të presim se gjykata kushtetuese pas disa muajsh se si do të prononcohet lidhur me padin që është bërë për këtë. E keni fjalën për vendosjen e të besuarit? Për vendosjen e të besuarit, sepse ndryshimi dhe plotësimi i ligjit në vitin e kaluar që vlente, që u bën enkas, ai ligj vlen edhe për komuna tjera, por ai është enkas për komunën Aerodrom, Gostivar dhe në Saraj, që ish kryetarët e komunave morën postin në qeveri dhe ata e bën këtë e bëri shumica parlamentare, bile me 2/3 edhe opozita votoi që të mundet të bëjnë atë zgjedhjen e tyre të kryetarëve, ish kryetarëve të komunave në qeveri dhe ndryshimi i ligjit është decid. Kjo temë është e zauruar, megjithatë qeveria ndërhyri këtu dhe unë mendoj se kjo ndërhyrje e qeverisë me emërimin e të besuarit do të jetë notuar në raportin e ardhshëm të Komisionit Evropian, sepse kjo ndërhyrje ngul fat frymën e konventës ndërkombëtare për veçqeverisje lokale, nuk lejon konventa ndërkombëtare të ndërhysh në pushtetin lokal në mënyrë të paligjshme, sepse demokracia nuk është gjithçka, por ndër të gjitha është edhe procedurë. Andaj edhe
sepse konventa thekson, sepse vetë qeverisja lokale, jo vetëm që është kategori ligjore, jo vetëm që është dhe kategori kushtetuese, por është edhe vetë qeverisja lokale është edhe një ndër parimet fundamentale të rendit kushtetues. Andaj ndërhyrja nuk duhet të ndodhë. Jo që kjo mund të vlerësohet si një administrim i dhunshëm i besuari. I besuari është vetëm autoriteti i cili plotson vakuumin deri në ardhjen e kryetarit të ri. Por në Kustivar kishte të zgjedhur nga ana e Këshillit ashtu siç u ndryshua ligji për veçqeverisje lokale dhe kjo është një ndërhyrje që kam shkruajtur për këtë, qeveria nuk duheshte ta bëj, por thot populli kur e ke edhe qekanin edhe arën, vendosish si don vet, por kjo do të jetë notuar siç thash edhe në raportin që do të vjen, sepse kështu ndërhyrje nuk duhet të ndodhin, por le të mbetet ajo që do të presim verdiktin e gjykatës kushtetuese, sepse vim në një paradoks juridik. Shikoni tani, ligji thot se kodi zgjedhor ka kolizion mes kodit zgjedhor dhe këtij ndryshimit dhe plotësimit të ligjit për veçqeverisje lokale. Thot, në atëherë kur nuk arrihet cenzusi, tani parafrazoj, përsëriten zgjedhjet nga fillimi, por nuk elaboron ligji se a duhet të jenë kandidatët e njëjtë kur nuk plotësohet ligji, apo në këtë rast mund të ndryshohen kandidatët. Sipas kodit zgjedhor përsëritet procedura. Përsëritet procedura, ajo do të thotë se përsëritet aplikim, që juridikisht dhe logjikisht nënkupton se në procesim duhet të jenë kandidatët e njëjtë, jo të ndryshohen kandidatët, sepse kjo do të bite në ndesh me nenin përkatës të kushtetutës, sepse kandidatët e ri që garojnë tani në garë, për ata nuk, sepse kjo përsëritje votimeve nuk ka cenzus, pra është pabarazi në para ligjit në mes kandidatëve. Për dikënd është kërkuar cenzusi, se e kërkon ligji dhe kodi zgjedhor, për këta që janë kandidat të ri, në garë nuk kërkohet cenzus. Pra mund të fitoj ai pa atë plotësim të zë. Prandaj kjo është një kolizion mes kodit zgjedhor dhe ligjit, plotësimit dhe ndryshimit të ligjit për veçqeverisje lokale, që pas vendimit verdiktit të gjykatës kushtetuese, mendoj se do ta ketë të qartë edhe kuvendi, edhe qeveria për të harmonizuar këtë në pajtim me logjikën juridike dhe në pajtim me kushtetutën. Supozoj se janë boshllëqe, sidomos në kodin zgjedhor, të cilat janë bërë varësisht nevojave të momentit nga partitë politike, duke mos menduar se si do të pasyroheshin ato në një moment tjetër. Askush atëherë nuk e dinte shembull që edhe me zgjedhjet lokale nuk do kishim zgjedhje të kryetarit të ri. Prandaj është krijuar boshllëku i të besuarit të qeverisë në Gostivar. Unë do ju pyes sa peshojnë zgjedhjet lokale të 11 janarit, duke pasur parasysh të gjitha rezultatet zgjedhore pas zgjedhjeve lokale dhe pas rrethit të dytë të zgjedhjeve lokale, të cilët u mbajtën në tetor dhe nëntor. Përgjithsisht duhet thënë se Vlen si blok politik arriti sukses spektakular në këto zgjedhje lokale, pavarësisht se opozita thot se ne kemi votën popullore, ajo është votë që duhet të respektohet, është numër respektibil, megjithatë kodi zgjedhor dhe ajo që do të thotë se kush e fitoi komunën, llogaritet ai që do të menaxhojë komunën, edhe pse edhe Këshilli është organ shumë i rëndësishëm për veçqeverisjen lokale, sepse Këshilli është organi më i lartë në veçqeverisjen lokale, por është organ kolektiv, pastaj vjen kryetari si organ individual, si organ inokos. Pra, pesha politike që patjetër të realizohen, kështu thot ligjet, kështu thot kushtetuta, nuk ka arrit cenzusi, duhet të zbatohen zgjedhjet. E kam fjalën, a mund të sjellim ndryshime politike zgjedhjet e 11 janarit, duke pasur parasysh që nëse fiton Limani, fiton një komunë të madhe opozita në këtë rast. Unë mendoj se shikuar në rezultatin e zgjedhjeve që ndodhen me 19 tetor, ashtu ishte, unë mendoj se e thash edhe parës, po përsëri vota e qytetarët nuk mund të dirigjohen se si do të votojnë. Ata kanë bindjen e vetë, të drejtën e vetë. Duhet të shohim, megjithatë vetëm 11 janari është nata ku do të shohim se si u
se si rivotuan qytetarët e komunës Gostivarit, të Vrapçishtit dhe në di komuna në komuna tjera, qendra Zhup edhe Mavrov, ku ishte atje, dhe të rumbullaksohet ky proces zgjedhor për këta zgjedhje të rregullta lokale. Ose do të shohim se si ndikuan rezultatet paraprake në ripërsëritjen e Nuk është këtyre asgjë votimeve. tragjike edhe sikur opozita të fitoj ndonjë nga këto komuna. Kjo është mozaiku i demokracisë. Kjo është mozaiku i demokracisë. po. Sepse të gjitha ata partia apo bloqe politike të cilët synojnë të gjoja se të fitojnë të gjithë pushtetin, atëherë një ditë ata do të kenë mundësinë që të humbin diçka nga ajo që kanë fituar apo mund t'i humbin të gjitha. Demokracia do të thotë ekuilibrim të bindjeve politike në një shoqëri. Asgjë dramatike nuk ndodh edhe opozita të fitoj këta komuna që kanë mbetur. Zoti Aliu, si shihni zhvillimet politike brenda koalicionit Vlen, tashmë pas largimit të kreut të alternativës, Zeqiria Ibrahimi duket sikur koalicioni në një farë mënyre ka sfida sa i takon vendimarrjes për shkak se shumë struktura politike, shumë zgjedhje kadrovike duhet të bëhen, shumë vendime të merren mes këtyre strukturave politike. Si shikoni funksionimin e Vlenit? Vleni si prodhim politik mendoj se ishte atraktiv nga konstituimi i tij në skenën politike dhe solli një farë rezultati. Megjithatë, është çështje e brendshme e strukturave të subjekteve politike që e përbëjnë këtë blok politik, se si do ta rregullojnë këtë çështje. Unë kam perceptimin tim, si çdo qytetar tjetër, se nuk përjashtohet mundësia të ketë një vuajtje nga bajraktarizmi edhe në mes të parëve të këtyre subjekteve politike, se si do të mund të konstituohet në aspektin juridik një subjekt juridik, një parti. A vlerësoni se kjo është arsyeja që nuk po formohet partia ashtu siç premtuan pas zgjedhjeve lokale? Ata mendoj se do ta konstituojnë këtë si subjekt, po duan të gjejnë modalitetin. Unë mendoj se atë që po flitet në rrjetet sociale dhe në media, një modalitet, një model i një federate partijake i konstituar në një subjekt juridik, do të ishte formula e përshtatshme për ta shmangur bajraktarizmin dhe për ta ekuilibruar strukturimin e plot të një bloku politik, sepse do në pak kohë, strukturat e 4 subjekteve duhet të përshtaten. Ata vesh kanë filluar edhe në koalicion të bëjnë këte. Dhe mund të ketë një rotacion nga 2 vjet, njeri tjetri, se ata nuk do t'jenë të përjetshëm. Do të vinë breza të rinj që do t'ishte një madhështi politike, po të arrijnë këta të parë të këtyre subjektve ta bëjnë Vlenin një subjekt politik i cili do të kishte të parin e vetë dhe ai pari do të koordinonte zhvillimet politike, negociatat në koordinim të plot me bashkëkryetarin e tij, me nënkryetaret e subjektit e kështu me radhë. Ka disa modalitete në botë. CDU dhe CSU në Gjermani funksionojnë disa vite me një model të përshtatshëm dhe gjithmonë janë në partneritet politik. Por ajo që ne shqiptarët nuk shpërfaqem kulturë politike, tolerancë politike, se du t'jesh tolerant në politikë. Po është edhe figura e liderit ka ana tjetër, sepse ne e shohim partinë si lider. Sa do jetë mundur, do me thënë që të funksionoj ky politik? Lideri në bazë të enciklopedive dhe fjalorëve, fjala lider dhe lider është diçka e madhe. Lideri është frymëzues, ka karizmë të specifike, ai është tërheqës si magnet. Nuk bëhet fjalë këtu për lider, bëhet fjalë për kryetar të partive. Liderët janë njerëz të mëdhej që shpërfaqin empati në shoqëritë e tyre. Ata mundohen aq sa mundën dhe sa din
për të sjellur vetëm tolerancë dhe bashkëpunim dhe zhvillim për shoqërinë. Liderët e mëdhenj nuk merren me cikrima politike. Nuk i kemi ndoshta ne, liderët në mesin tonë, kemi kryetar partish. Jo, kemi kryetar partish. Koha sjellën edhe lider. Mund të jetë lider në një kohë të caktuar, por kur lideri dhe kur politikani arrin një figurë të madhe në publik, nëse ai nuk e gjen momentin se kur duhet të tërhiqet nga skena, atëherë thonte një profesor i nderuar, atëherë jo duar të rokiqet, por fishkëllimat e rrëzojnë nga skena. Kemi edhe disa pyetje dhe do ju lusja që sa më shkurt ju përgjigjemi për shkak të kohës. Shikoni që BDI-ja po i bën ndryshimet e nevojshme të brendshme, ato për të cilat foli më njëherë pas zgjedhjeve lokale. Reforma dhe ndryshime të brendshme nuk shohim vendime shumë të mëdha, kemi disa ndryshime të posteve brenda partisë. A vlerësoni ju që po shkon drejt procesit të reformimit? Pa, nga jo që kemi lexuar, Bashkimi Demokratik për Integrim me 20 dhjetor e ka të caktuar Kongresin e Radhës. Kjo parti me mbajtjen e Kongresit është vonuar më duket se 2 vite. Dhe faktori ndërkombëtar në një thirrës mjaft specifike vështron partitë të cilët respektojnë statutet si dokumentet më themeltare të partisë së tyre apo jo. Dhe kur një parti shkelen me vite statutin për mbajtjen e Kongresit, ata edhe në një farë mënyre distancohen për të vizituar. Mos themi të izolojnë, por distancohen. Pra, kjo parti mirë ka bërë që ka caktuar, mund të kesh pas edhe arsyet, por kjo është e patolerueshme aq kohë të zhagitet, të skadoj afati për Kongresin. Kryetari i partisë, zoti Ali Ahmeti, të flasim realisht, ne nuk mund të presim se ai mund të sjellë njerëz nga qielli për të futur në strukturat e partisë, në organet më të larta të partisë. Por ai është dashur dhe duhet të detektoj kuadro, resurse, kuadro të ri, të cilët njohin gjuhën angleze, të cilët kanë kapacitete, të ketë një 5-6 në kryesi të partisë, edhe struktura tjera, edhe këta të vjetrit, jo që do t'i shmangish nga radhat e strukturave, edhe ata do t'a kenë vendin e vetë, sepse partitë politike në familje të mëdha, për të gjithë ka vend, por të punohet me sinceritet për mbarvaqjen e shoqërisë në të gjitha dimenzionet. Unë gjykoj se nëse zoti Ahmeti, me që do t'jetë i vetmi kandidat për postin e kryetarit edhe për mandatin që vijon, nuk bën një ristrukturim dhe nuk jo t'i largoj, por t'i shmang kuadrët të cilat i kanë sjell partisë së tij imazh të keq, ai nuk mund të shitet në opinion se ka bërë në një farë lloj reforme në parti. Megjithatë, kjo parti ka struktura të fuqishme. Ajo mund edhe të rikonsolidohet edhe të kthejë një ditë në skenë e fuqishme, por këtë duhet ta bëjë me një reformë në strukturat e saj. Nëse se bën, atëherë do të zhduket si kull prej letre nga skena politike. Edhe një pyetje të fundit, me që nuk kemi shumë kohë. Duket se po jetojmë në një shtet pa një opozitë reale, LSDB-ja nga ana tjetër përballet me sfida shumë të shumta, pas rezultateve edhe të zgjedhjeve të fundit, mungojnë edhe strukturat e partisë, nga ana tjetër koalicioni AKI nuk dihet se si funksionon, me cilët partner funksionon, janë ose s'janë brenda koalicionit, por edhe brenda vetë vlenit janë sfidat për të cilët folëm pak më herët. Duket sikur VMRO-ja dita ditës po fuqizohet. Sa i rrezikshëm është fuqizimi i VMRO-s për një shtet demokratik nga njëra anë, dhe sa i rrezikshëm është ky fuqizim për shqiptarët nga ana tjetër, duke pasur parasysh përvojën nga e kaluara. Pra, lume, kjo është e saktë se në shoqëritë në shtet tani nuk kemi opozit të mirë fillt edhe kushtimisht thënë në bllokun Maqedonas, edhe në bllokun shqiptar, sepse në bllokun shqiptar kemi, si duket, kemi dekomponim të aleancës kombëtare për integrim. Andaj, deri në mars, më merr mendje se do të ketë rigrupime të tjera dhe të shohim se si do të formohet opozita. Edhe në bllokun Maqedonas, Lidhja Socialdemokrate është në një pozitë të vështirë,
për debaklin që pësojnë në zgjedhjet parlamentare, për debaklin që pësojnë në zgjedhjet lokale dhe tani është në fazën e strukturimit të saj në organet e partisë, ndërkaq çdo shoqëri, po edhe fuqizimi VMRO-DPMNE-s është dëm për demokracinë dhe për shoqëri. VMRO-DPMNE tani ka të gjitha pushtetet në kontrollin e vet. Ka presidencën, ka shumicën parlamentare edhe atë shumicë të konsiderueshme, ka pushtetet lokale, një përqindje marrëmendse, edhe ka organin ekzekutiv, qeverin. Pra, ky pushtet, akton thot pushteti fuqishëm më shumë të korrupton, absolutisht të korrupton. Prandaj kjo nuk është e shëndetshme për demokracinë. Por çdo pushteti një ditë i bie fundi, sepse ka një aksiom në teoritë politike. Një qeveri fillon të bjen nga dita që ajo formohet. Por varet se kur do të ndodh ajo rramje. Në qoftë se ajo shoqërisë i etablon politika publike që do të shpërfaqin mirëqenie për qytetarët, zhvillim ekonomik për vendin, ajo mund ta çojë më gjatë pushtetin e saj. Nëse politikat publike do të jenë korruptive, do të jenë abuzive, atëherë ajo do të bjerë nga pushteti. Duhet shqiptarët të friksohen nga fuqizimi i VMRO-s? Jo, shqiptarët në Maqedoni janë faktor historik, numerik, demografik, kulturor, po edhe faktor ekonomik. Ata as që friksohen, as që duhet të friksohen nga fuqizimi, por lëshimi kardinal i faktorit shqiptar këto 3 dekada është, sidomos pas kryengritjes së 2001-shit, që nuk u arrit disa çështje të normohen në ligje dhe kushtetut, që shqiptarët nuk e kanë arrit statusin elementit konstitutiv në shtet. Gjithçka që flitet, që është thënë, nuk janë bërë këto punë, por edhe pse nuk janë bërë, mendoj që do të vijë dita këto punë do të ndodhin, duhet gjërat të normohen, por asesi nuk duhet ketë shqiptarët, duhet ta them publikisht, përdorën edhe kryengritjen për barazinë e tyre në këtë shtet. Fakt ishte kryengritja e vitit 2001. Shqiptarët akoma, këtë duhet ta di edhe kryeministri, edhe kryetari i qeverisë zoti Mickovski. Shqiptarët akoma nuk e kanë shfrytzuar instrumentin më demokratik që njohin të rrët politike, ajo është padëgjueshmëria qytetare. Në qoftë se politikat publike do të mundohen të në përkëmbin shqiptarët si faktor në këtë shtet autokton, atëherë instrumenti padëgjueshmërisë do të ishte ai që do ta gjunjëzonte çdo kryeministër i cili do të shpërfaqej se është autoritar në këtë shoqëri. Zoti Aliu, e shfrytzuam të gjithë kohën në dispozicion. Ju faleminderit shumë që ishit pjesë e kësaj interviste në Alsat. Do të jemi pra bashkë në raste të tjera. Faleminderit për mundësinë.